Para disa ditëve Vlen publikoi videon nga ekskavatori që kishte nisur punimet për rrugën Tetov-Prizren. Sot në pyetjet e deputetëve drejtuar ministrave u diskutua pikërisht për këtë temë. Deputetja Rina Ajdari tha se po propagandohet për pikë politike për ndërtimin e këtij projekti, që është akoma në fazë projektimi. Deputetja Ajdari tha se është shkelje ligjore të fillohen punimet pa kryer procedurat për një territor të mbrojtur si monument natyre, siç është Parku Kombëtar i Malit Sharr. A është përpiluar dhe miratuar projekti infrastrukturor dhe projekti themelor për ndërtimin e rrugës magjistrale Tetov-Prizren? A janë realizuar studimet, elaboratet dhe procedurat e nevojshme duke pasur parasysh se trasa e parapar kalon nëpër territor të Parkut Nacional të Malit Sharr? Ministri i Transportit Aleksandr Nikolovski nuk u përgjigj konkretisht, por tha se punimet po zhvillohen në mënyrë solide dhe se për këtë projekt të ndërlikuar në terren malor, kostoja do të jetë mjaft e lartë. Solidno se razviva, сакам да имате представа дека се работи за исклучително комплициран проект, имајќи предвид дека теренот на двете страни е доста комплициран, зборуваме за шарпланина која што и од едната и од другата страна и очекувајте дека ќе е скап проект. Kujtojmë që një komision ndërshtetëror është formuar për udhëheqjen e këtij projekti i përfaqësuar nga Ministria e Transportit, ndërmarrja publike e rrugës shtetërore dhe përfaqësues nga institucionet e Kosovës. Edhe në territorin e Kosovës ky projekt tashmë është duke u zbatuar me punimet në terren.